Bashkuar të Amerikës do të janë rikthye politikës tyre të sferave të influencës. Prandaj edhe do të jenë kështu skajshmërisht të vendosur që të përmbushin politikat, qëllimet politikës tyre të jashtme kudo në lidhjet mesme. Kina po ashtu do të bëjë përpjekje që ta definoj sferën e saj të influencës. Rusia si një fuqi e tretë është duke bërë përpjekje që ta definon po ashtu zonën e saj të ndikimit gjeopolitik. Dhe kjo kohë është prej kohërave më të rrezikshme, se në këtë kohë nuk ka rend ndërkombëtar, nuk ka rregulla ndërkombëtare, nuk ka parime ndërkombëtare, nuk I beson kush diplomacisë, dialogut. Diplomacia dhe dialogu shihen si elemente të dobtit, jo të fortit. Ne jemi mësuar të shohim si elemente të fortit. Është një erozion, një ndryshje e vlerave ndërkombëtare, dhe në këtë kohë mendoj që më shumë se kurdo shtetet e vogla si Kosova ka nevojë për një mendim të plotë. Unë kam nxjerrë edhe një libër para 3-4 vjeç, kam nxjerrë 2 javë masi ka shpërthy lufta në Ukrainë, kam pas edhe diramën në promovim të këtij librit. Dhe libri im e shtron pyetjen kush e ka radhën pas Ukrainës, dhe përmendi edhe raportin Izrael-Iran. E përmendi edhe çështjen e Taiwanit, si më thonë, who is next, kush është në radhë. Për mu ka qenë pyetje e cila do duhet të shtrohej në atë kohë ku shtetet e forta I sulmojnë fshinjet më të dopt, tregon që është rikthyer më shumë ligji I xhungullës, ligji të fortit, që I forti han të doptin, dhe kështu duhet të jetë natyra e gjërave. Këtë riorganizim ku mbetet Bashkimi Evropian? A ka gjetë, e di që neve na ka gjetë në kohë pa kohë ky lloj I 2 rendeve. Kam përshtypjen që Bashkimi Evropian nuk është në ditët më të mira. Marë mungesën e leadershipit në radhë parë, pastaj Brexiti dhe orientimet, nuk e kemi një BE që zgjerohet. Dhe kur e them këtë, a mendon që do të ketë shpejt zgjerim të Bashkimit Evropian, ose a do të jetë Shqipëria në BE deri në 2030? Na jemi me fat që jemi në gjeografi ballkanike dhe që vendet e Ballkanit perëndimor janë një ishull I madh I izoluar prej Bashkimit Evropian dhe shteteve anëtare të NATO-s. Dhe si më tha, ardhmja jonë është e qartë. Dhe unë jam I bindur që do të thotë Shqipëria dhe Mali Zi mund të anëtarësohen në një periudhë prej 2027 dhe 2030. Vetëm nëse të di unë do diçka që është jashtë parashikimit tonë. Dhe jemi me fat që do të thotë në këtë situatë të re gjeopolitike, Bashkimi Evropian është rizgjuar gjeopolitikisht dhe arsyeja kryesore e mbështetjes së Shqipërisë për të bërë shtet anëtar I NATO-s përtej reformave, zhvillimit, mirëqenies dhe Mali Zi ka të bëjë me pozitën e tyre gjeografike. Do thotë qasja në deti është, si më thanë, parakushti kryesor që këto dy vende të anëtarësohen. Mund të jetë një fazë e mirë edhe për Kosovën, po përtej kësaj Bashkimi Evropian është në një horizont kohor pa koncept, se ka 2 modele të dominimit. Një model I dominimit është ai I Venedikut përmes ekonomisë dhe tregtisë, tash po folmi historikisht, që ushtron pushtet duke përdor ekonominë, tregtinë, mirëqenien, dhe një model I dominimit është ai parandorisë romake përmes ushtrisë, përdorimit të dhunës ushtarake, të forcës ushtarake, në shërbim të ambicieve të politikës jashtme. Dhe mendoj që kohën cilën ne po